Jemi rikthyer, do të ndalemi tani, do të flasim për ngjarjen tragjike që ka tronditur opinionin publik edhe në Rom të Italisë, ku po vjojnë në fakt hetimet për vrasjen e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula në Itali. Vrasi është një Filipinas dhe dyshohet ta ketë kryer vrasjen në banesën e prindërve të tij në kohën kur ata kanë qënë po në banesë. Ne do të flasim në këto momente në një intervist nga Roma me Artur Regjon, i cili është konsulent ligjor dhe një prej personave që nje padyshim të ndjerën, por dhe prindrit e saj. Regjo, ju e njinit vajzën dhe i njinit prindrit e vajzës? Po, sepse ne jetëm në një qytet i vogël që njihemi të gjithë dhe për punë që bëj njihemi personalisht me familjen, me gjithë afërmit e tij dhe me gjithë shqiptarët që jetojnë punë në Terni. Po, vajza jetonte në zonën ku ju jetoni, apo vinte shpesh për shkak se ajo jonte studimet në Rom? Po, vajza është resident në Terni dhe ishte për studime që shkonte me bursë që kishte marrë, ku jeton si studentët e tjerë dhe vinte një në javë, një në 2 javë në familjen e saj. Keni folur me të afërmit, me prindrit e vajzës apo me të afërm të tjerë, çfarë kanë thënë ata për këtë ngjarje të rëndë? Po pasi morë vesh, kontaktuam edhe familjatit, si në fjallë si Wine, që ishin të gjithë kishin ikur nga Terni në Rom për sa morë vesh ngjarjen dhe zbulimin e policisë të valigjes ku ndodhesh edhe i vajzës. Dihet deri tani cili ka qenë shkaku, pavarësisht se personi i cili është arrestuar ndoshta i dashur i saj ka dhënë disa dëshmi në prokurori? Në bas të njoftimit që kemi, sidomos në pak nga televizionet shtetërore që janë më të vërtetën, sepse janë do të televizore serioze, fritet që do të vrasja ishte për motive të dobta, sepse nga që ishin nuk ishin më bashkë dhe si duket nga xhelozia i shifëri Filipinas. Për sa vitesh prindrit e vajzës jetoni në Itali? Aty kishe lindur edhe 22 vjeçarja apo? Prindrit, do të thonë, kanë mbi 20 vjet në Itali, ku një nga fëmijët ka lindur këtu, një jam i vogël, besoj se vajza ka ardhur e vogël, ka qenë shumë e vogël. Ju personalisht e keni njohur vajzën? Janë rritur, po, si familje, sepse shifeshin, ishim në qytet, do thonë pak a shumë. Si është shpritur, pra ky lajm kaq i rënd, si është shpritur nga komuniteti aty ku ju jetoni? Kjo lajmi i dieshëm ishte një trodhitje, nuk diskutohet dhe është një refleksion për gjithë shqiptarët që jetojnë në Itali. Nga ky lajm që morëm dije që ishte vrarë, ishte për një valigje, do të thonë që nuk ka siguri, nuk vjen më të sigurt. E kja do të shkosh në qytetin vaja, s'ke një siguri si që ka qëndruar. E kuptoj. Ditën e djeshme keni komunikuar ju me të afërm të familjes? Po, me xhaxhain, në Gushëllova, me sa mora vesh me një lajm, ata ishin njësë drejt Romës, dhe kjo ishte, do të konfirmuar që ishte. Pra, kjo version. Pra nuk është edhe xhaxhai ka qenë, le të themi, i tronditur në momentin që ju keni folur, se nuk është se kishte shumë detaje, ndërkohë që ishte bërë me dije se vajza ishte zhdukur prej disa ditësh. Si patjetër, sepse ne kërkojsh edhe nga institucionet italiane, që dalën në mision që ja visto, dhe tidet kishin ditë që kishin filluar. Që do thonë personi që ishte vrarë nga gjitha këto njoftimet që ishte policia scientifiche,
u detyruar të kallëzon dhe vrasin Shqipë. Rexho, për sa vitesh jetoni dhe punoni në Itali? Që prej vitesh 90. Ndërkohë që aty... këtu doja dire, komuniteti shqiptar aty është i zgjeruar, është i madh? Po, shumë i madh, është nga komunitetet më të integruara, po thoj se pjesë e madhe shqiptarëve janë në shtetësi europiane, në fjalë, kanë të fëmijë që vazhdojnë shkolla, punojnë në vende, do thonë, për zyra, shumë kanë apo dhe aktivitetet të tyre. Ndërkohë që në zonën tuaj, ku ju jetoni dhe punoni Rexho, ka dhe një komunitet të madh Filipinas, autori i dyshuar është Filipinas? Po, ka dhe Filipinas, dhe këtu dhe në Romë. Romë është komunitetin i madh Filipinas, në në Italianë, nuk diskutohet. Ata kanë, do thonë, dhe ata kanë dhe grupet e veta, po janë një komunitet shumë i mbyllur. Shqiptarët komunikojnë edhe me etni të tjera, nuk kanë probleme të tilla. Ka janë një komunitet shumë i mbyllur dhe janë një rasti që ndodhi të bëndo reflektosh që të fillosh të hapesh me komunitetet tjera. Me këtë që ndodhi, tregon që s'ka sigurim. Ndërkohë që po ndiqja dje media italiane ka pasur një reagim të fortë edhe nga qytetarët italianë, madje edhe në marshime homazhe pas kësaj ngjarje të rëndë. Po, sepse ngjarje që nuk parandodhin këto vrasje të tilla, të fusin nga ligje se janë filma të horror, me fjalë, ku akoma nuk di dhe qartë se dhe familja ka pasur dënime apo jo. Po, akoma policia nuk ka dhënë versionin e zyrtar. E qartë. Në moment. Arturo Rexho, unë ju falenderoj, faleminderit shumë.